Miqtë e mi, ju përshëndes dhe uftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot. Mikesha jonë sot do të na sjellë sërish një pamje të viteve të para të lirisë së besimit në Shqipëri, pas pothuajse 50 viteve kur besimi në Zot ishte i ndaluar. E rritur në jug të Shqipërisë në ato vite kur kishte pak mundësi të takojë të huaj, ajo e pas një mundësi të mirë për praktikimin e anglishtes, për kthimin për disa të huaj që kishin ardhur në qytetin e saj. Nuk e kuptonte mirë mesazhin e tyre, por zgjodhi që të përkthente për ta dhe t'i shoqëronte ndërsa takonin njerëz të ndryshëm. Dhe kështu pak nga pak ato fjalë zun vend në zemër, që kuptoi një nevojë që më përpara nuk kishte iden fare që ekzistonte. Edhe pse nuk kishte asnjë interes për besimin fillimisht, siç thotë ajo vet, ishte dora hyjnore e Perëndis që e drejtoi që ta njihte Perëndin besnik, atë Perëndi që siguron gjithmonë dhe që i mban premtimet ndaj fëmijëve të tij. Ju ftoj sot të ndiqni rrëfimin e besimit të një gruaje që ka zgjedhur të ecë në bindje dhe të shërbejë një Perëndie që nuk e ka zhgënjur kurrë, një Zë që e njeh mirë dhe që e drejton në çdo vendim që merr. Quhem Irma Xhako, jam nga një rreth i jugut të Shqipërisë, por jetoj në Tiranë, pra jam nga Tepelena. Në vitin 93, ishte pak vite mbas ndryshimit sistemit në Shqipëri. Ishte një grup misionare që erdhi në qytetin tonë, edhe unë thjesht rastisht u gjenda si një nga personat që do të përkthenin. Dhe normalisht duke qenë një person jo besimtar, nuk isha ndonjë interes shumë të madh për të dëgjuar mesazhin apo për të njohur këta njerëz, le të themi, sepse në thonjza quhen këta njerëz, por interesi im ishte që thjesht të përktheja, të përmirësoja gjuhën e folur anglisht, kështu që jam përfshirë me përkthimin për grupet e para që kanë ardhur në qytetin tim. Dhe ndër, le të themi, shumë gjëra që unë kam kuptuar edhe dëgjuar në biseda me njerëzit që ne bënim në vizitat në familje, kam dëgjuar mesazhin. Kjo ishte gjëja e parë dhe nëse unë nuk duhet kisha marrë përsipër, le të themi, këtë në mënyrë rastësore, këtë si punë, nuk do të kisha arritur ta dëgjoja mesazhin e Perëndisë sepse nuk kisha asnjë lloj interesi fillimisht. Dhe e besoj që është pikërisht dora e Zotit ajo që më dha mundësinë që t'i afrohem atij dhe ta pranoj atë si personin më të rëndësishëm të jetës time në atë kohë. Unë kam qenë vetëm 18 vjeçe, edhe normal që kisha synime dhe dëshira për jetën time, por mbas 3 javësh që ne kaluam të gjithë si grup, me grupin e tuajve që flisin anglisht normal, edhe unë që mundohesha të rregulloja atë anglishtën time, edhe me përkthyesit e tjerë, më dha mundësia nga një person që më bëri pyetjen, a dëshiron ti ta pranosh Jezusin si Zot dhe shpëtimtar të jetës tënde? Dhe unë i thash, po, se ishte diçka që i kisha parë që e bënin të gjithë. Por ajo poja besoj që ishte fillimi i ecjes time me Perëndinë dhe gjatë lutjes me këtë vajzë unë kam pas një përjetim shumë të veçantë që nuk mendoj që e kisha pas më përpara dhe e di që e kam pasur dhe më vonë dhe besoj që ai ka qenë momenti im i parë i të kuptuarit të zërit të Zotit ose të kuptuarit që është Zoti ai që po kumton apo po flet diçka. Për shkak se kisha interes të mësoja gjuhën angleze më mirë se sa e dija në atë kohë, terminologjia e gjuhës biblike për mua ishte shumë e vështirë edhe patjetër e panjohur, kështu që ky u bë shkak që unë ta merrja një Bibël në dorë edhe ta lexoja një Bibël dhjetë e re, ishte e përkthyer në të dyja, pra ishte e përkthyer në shqip, por ishte edhe në pjesën e dytë në gjuhën angleze, kështu që kjo më ndihmoi me terminologjinë. Por njëkohësisht ishte nxitje që unë ta merrja dhe ta lexoja fjalën e Zotit. Por nxitja në atë kohë ishte që besimtarët e rinj, le të themi,
është shumë mirë që të lexojnë Djatën e Re, sepse aty shfaqet më së miri Krishti, personaliteti i tij, historia e tij, ecja e tij, edhe historitë më mahnitse, le të themi, të mbar njerëzimit. Kështu që e kam ndier, le të themi, mungesën e përkthimit edhe të Djatës vjetër për një farë kohe, pastaj më ra në dorë shumë shpejt, edhe Bibla e plotë e përkthyer. Por mendoj që në atë kohë unë jam dashuruar me Djatën e Re, kështu që gjithmonë sa herë më binte në dorë një Bibël me fjalët e Jezusit me ngjyrë të kuqe, patjetër do e merrja, do e shikoja dhe do e lexoja me shumë mendje, sepse e kam konsideruar që çfarëdo që unë do të lexoj, patjetër fjalët e Jezusit janë ato që mbeten, janë më të rëndësishme, janë më të sigurta, dhe asgjë nuk do të mund t'i fshija, as t'i shuaj dhe as t'i heqi ato fjalë, sepse i ka thënë vetë Perëndia nëpërmjet birit të tij Jezus Krishtit. Besoj që një vendim shumë i rëndësishëm, të cilin unë e kam marrë dhe kam qenë e qartë në atë që e di që Zoti më ka folur, është kur unë vendosa të lë punën, sepse punoja në një ndërmarrje, në atë kohë unë nuk arrita të bëja shkollën e lartë menjëherë mbasi mbarova gjimnazin, por fillova të punoj edhe ndërkohë edhe shërbeja në kish apo përktheja disi, por isha në një punë në një ndërmarrje me shumë gra, e kujtoj punën e parë në një robaqepsi edhe normalisht doja punën e bëja me qejf, por kisha dëshirë që të shkollohesha, kisha dëshirë nga ana tjetër të kuptoja edhe ku donte Zoti më çonte në një hap tjetër, sepse e kuptoja nevoja për të shërbyer në kish ishte shumë e madhe, ndërkohë njoja ishte shumë e vogël, dijet ishin shumë të pakta. Kështu që zelli ishte shumë i madh gjithashtu, por le të themi e kisha nevojë për shumë më shumë mbështetje, për shumë më shumë inkurajim, për të marrë vendime që ishin të rëndësishme për jetën time, kështu që gjithmonë kthehesha tek fjala e Zotit, gjithmonë kthehesha te Bibla dhe më duhej të vendosja nëse do të shkoja në një shkollë biblike të rinjve me një mision. Kështu që mora kohën time, edhe pse isha në punë dhe gjitha këto gjërat e tjera, thash Zot, unë dua që ti të më drejtosh, sepse nuk dua të marr një vendim të pa pjekur. Kështu që mora jo shumë larg, pra pas kësaj lutje unë hapa Biblën dhe po lexoja tek bekimet e bindjes edhe mallkimet e mosbindjes. Dhe për mua ishte një shenjë, një tregues që nëse unë do të bindem, bekimet do të vinë pas. Po pse i quaj bindje faktin që unë do të merrja këtë vendim? Sepse realisht ende nuk isha kuptuar qartë zërin e Zotit në kokën time apo në mendjen, zemrën time, por kisha kuptuar një mesazh shumë të rëndësishëm, që Perëndia vepron në bindjen e njerëzve që e duan atë, vepron me bekime, kështu që kjo në një farë mënyrë u bë edhe ajo mënyra se si unë shkova dhe fola me prindrit e mi, sepse do të merrja një vendim të rëndësishëm. Financiarisht ajo do të ishte një sfidë shumë e madhe për gjithë familjen tonë, por edhe për mua sigurisht. Kështu që fola me ta edhe pse ishin jo besimtar, unë u shpjegova të gjitha të mirat e bindjes dhe gjërat jo të mira të mosbindjes. Dhe u thash që unë dua ta marr këtë vendim pikërisht për këtë arsye, edhe pse ju ndoshta nuk e kuptoni tani, por jam e sigurt që më vonë edhe unë vetë do ta kuptoj më mirë, por edhe ju do të kuptoni që bekimet do të vinë për shkak të bindjes në Zotin. Kështu që them që ky ishte një vendim shumë i rëndësishëm që unë të paktën unë e kujtoj, sepse ajo çfarë ndodhi më vonë është që kur shkova të flas me e prorët në punën time, ata nuk donin që unë ta lija punën, edhe për shkak të një procesi shumë të rëndësishëm që unë kryeja aty, edhe
në fakt nuk më pranuan dorëheqjen, kështu që thanë, ok, ne do ta shënojmë që ti e ke lënë punën vetë, ne nuk të kemi dhënë leje. Unë kam thënë nuk ka problem, unë e kam marrë këtë vendim tashmë edhe pak rëndësi ka. U regjistrova në shkollë dhe mbas 2 javësh që unë isha regjistruar dhe e kisha marrë të plot vendimin, pra ishte poja ime e qartë dhe e plot, vetë ajo ndërmarrje biznesi u mbyll. Kështu që për mua ishte prap një shenjë tjetër, në një farë mënyrë Zoti më bëri të kuptoj që ai është duke vepruar, ai në një farë mënyrë është duke vlerësuar bindjen time dhe ishte shenjë për mua absolutisht. Kështu që mund ta them me bindje, në fillimet e mia të besimit Zoti ka vepruar nëpërmjet rrethanave caktuara, i është përgjigjur lutjeve të mia, edhe pse ndoshta unë nuk e kisha të qartë se si të lutesha, nuk dija të lutesha. Kështu që thjesht derdhja zemrën time në lutje përpara Perëndisë dhe ajo ishte shenjë për mua që Perëndia, ai hapi që në një farë mënyrë unë do të marr, do të jetë ai që do të vlerësohet nga Perëndia për ecjen time të mëtejshme. Gjithashtu, po them, e kam dëgjuar edhe zërin e dëgjueshëm, pra atë zërin që flet qartë, edhe pse ishte shumë ndoshta është vetëm një herë që unë e kam dëgjuar të qartë, por e kam dëgjuar si kumbim në veshët e mi, kur po ishte një, le të themi, duhet merrja një vendim shumë të rëndësishëm, edhe më duhej një po, ose një jo nga Zoti. Edhe kushtet i ishin të tilla që ishte sigur që nuk do të dëgjoja një zë tjetër, kështu që dëgjova një po të fortë që kumboi në veshët e mi dhe thash, ok, tani është e sigur që Zoti foli, sepse ngado që hidhja syt përreth nuk ishte asnjë mundësi tjetër të kishte folur dikush tjetër. Dhe patjetër që ky vendim ishte shumë i rëndësishëm për jetën time dhe ecuria ka qenë shumë e mirë mbas kësaj. Ndoshta në prezantimin tim duhet kisha thënë që jam e martuar edhe kam bashkë me bashortin tim Arbenin, kemi edhe 2 fëmijë. Ata janë moshmadhore tani, por sigurisht në jetën tonë është dashur që të marrim vendime të rëndësishme që për të dy bashkë. Që në një farë mënyre donim apo s'donim, ne duhet të ishim në një mendje. Duhet të ishim të qartë për vendimin që do të merrnim, po sigurisht edhe të ishim të qartë që ishte vendim që nuk e merrnim as për shkak se na pëlqen apo e dëshirojmë këtë gjë, por e marrim këtë vendim sepse është Zoti duke dëshiruar ose duke na udhëhequr ose duke na drejtuar në këtë rrugë, në këtë drejtim. Kështu që po. Njëra nga situatat ka qenë kur duhet vendosim për të shërbyer në Puk, ne ishim të fejuar dhe drejtuesi i misionit ton në një farë mënyrë duke qenë pastori i Benit, ja tha të qartë dëshirën e tij, pra që pse jo të mos shkonte për të nisur kishën atje, të ishte pastori i kishës, ndërkohë që planet tona ishim që ne do të bënim dasmë dhe do të shkonim aty, por kishim ngurimin që a duhet të shkojmë aty, a është vendim i duhur, se jemi dakord, në rregull do të shkojmë sepse po na orienton pastori apo drejtuesi i misionit ton, po ne duhet që të marrim vendime që janë të pjekura në Zotin, jo thjesht dhe vetëm për hir të vendimeve dhe dëshirave të njerëzve, që ishin patjetër të rëndësishëm në jetën tonë atko. Dhe na është dashur që secili prej nesh, domethënë, të lutet veçantisht. Ai pra Beni vet dhe unë isha në Tepelen, ndërkohë ai ishte në Kuçov, kështu që shërbenim në kishat tona në atë periudhë, secili, dhe duhet që të merrim këtë vendim. Kështu që unë jam lutur, nuk e kam kuptuar se ku po na çonte Zoti, ku do të na drejtonte Zoti, kështu që normalisht ishte një mundësi që unë të thosha po, por sigurisht duke qenë të dy në një mendje, për mua ishte një
Ishte një dëshirë që u vendosë në zemrën time në momentin që e kuptova që po, Perëndia e ka vënë në zemrën tonë misionin. Kështu që pse të mos jetë ky vendi i duhur që ne të ishim në mision. Mua më pëlqen shumë vargu, e kam motivin tim, le të themi, Mateu 28, patjetër është për të gjithë ne si besimtarë, duhet të jetë lajtmotivi i jetës tonë, por shkoni në përbotë dhe bëni dishepuj është një gjë shumë e rëndësishme. Unë e bëja në kishën time, e bëja në qytetin tim, por besoja që kishte ardhur koha që këtë gjë ta bëja edhe në një vend tjetër. Pra, e konsideroja si një pikë shumë të rëndësishme. Por, ajo që ka qenë shumë e fuqishme edhe që unë e kam pasur të qartë, e kam dëgjuar zërin e Zotit dhe kam këmbgulur, pavarësisht se për Benin ndoshta nuk ishte koha, ishte kur ne kemi lëvizur për në Tiranë edhe kishim marrë nga Zoti thirrjen për të shërbyer me shërbesën e adhurimit, ndërkohë që për Benin ishte pak e vështirë, sepse mendonte që është dëshira e zemrës së tij duke qenë muzikante dhe patjetër mund të ndihej pak si në siklet me idenë që vallë po më flet Zoti. Ndërkohë që unë isha shumë e ftohtë, sepse nuk jam shumë, le të themi, muzikante nga natyra, jam person më që mendoj, thellohem në mendimet e mia, nuk shkoj shumë pas emocioneve, nuk e kam muzikën pasionin tim numër 1, kështu që asgjë tjetër nuk do të më bënte që të doja t'i futesha kësaj rruge nëse nuk do ta bënte Zoti. Dhe duke marrë qartë këtë mesazh nga Zoti që ju duhet të ngriheni, ti duhet të ngrihesh, ne jetonim Durrës në atë kohë, atëherë unë e mora të qartë mesazhin për veten time dhe ndërkohë që ishim të dy duke pritur që Zoti t'i fliste secilit prej nesh për drejtimin që duhet merrnim, por kishim vendosur që nuk do të ndikonim dhe nuk do t'i thoshim njëri tjetrit pa u qartësuar nga Zoti. Dhe ne morëm vendim të vim në Tiranë. Mbasi të dy e qartësuam dhe tham, po kjo është nga Zoti, është e qartë që Zoti po na flet, të bëjmë shërbesë adhurimi. Dhe mbasi u ngritëm në Tiranë, Beni filloi një punë tjetër. Ndërsa mua më diqte zemra që të bënim shërbesën e adhurimit, sepse për këtë u ngritëm. Për këtë unë isha e qartë në Zotin. Kështu që më duhej të vazhdoja të lutesha vazhdimisht edhe të thosha, Zot, nëse ti na ke thirrur, atëherë unë do të vazhdoj të qëndroj. Edhe unë nuk mora përsipër që të filloja një punë apo të filloja diçka tjetër, sepse e kisha të qartë bindjen që Zoti kishte folur që ne do të ngriheshim nga aty dhe do të vinim për shërbesë adhurimi dhe që nuk po e bënim ende, derisa Beni u bind që ka ardhur koha dhe ne ulëm të dy, ishim gjumë me njëri tjetrin. Beni tha, unë do t'jap dorëheqjen, si mendon ti? I thash, lavdi Zotit. Unë me si kam pritur, kam 2 vjetë, jemi ngritur nga Durrësi për këtë gjë, kështu që më vonë më kanë thënë 2-3 shoqet mia që kur flisnim më kanë kujtuar sa me pasion flisja unë për thirrjen e Zotit dhe për shërbesën dhe sa dhimbje kisha që nuk po fillonim diçka, edhe që Beni nuk po merrte një vendim për të lënë punën që ne të bënim këtë gjë për cilën kishim marrë në një farë mënyrë mandat të qartë nga Perëndia. Kështu që ky u bë shkak në një farë mënyrë që le të themi unë të kuptoja që po qëndroja në vendin e duhur, edhe që vendimi pastaj që Beni mori ishte që unë thosha aleluja, domethënë me shumë dëshirë. Ka pasur shumë momente, por unë mendoj që në një farë mënyrë Perëndia e modeloi mënyrën se si ai komunikonte me mua. Nuk mund të them vetëm rrethanat, sepse nëse do të shkonim pas rrethanave do të gabonim shumë. Unë jam e vetëdijshme që zërat që flasin jetën tonë
përveç Perëndis janë dhe zërat e njerëzve përreth nesh, të afërmve tanë, edhe zëri të ligut gjithashtu që na bën të ngatrohemi shpeshherë, sepse ai flet me gënjeshtra edhe madje e përdor shpeshherë edhe fjalën e Perëndis, kështu që. Por mendoj që pjekuria në, le të themi, e cila u krijoa gradualisht, sigurisht, në jetën time, edhe përpjekja gjithashtu, ose qëllimi im për të qenë person që dua ta dëgjoj Zotin përpara se të marr një hap, më ka ndihmuar që të jem e qartë edhe në shumë gjëra në lidhje me rritjen e fëmijëve. Patjetër më është dashur të lexoj edhe materiale të tjera ekstra përveç Biblës për mirëritjen e fëmijëve. Por sigurisht kam shkuar te Zoti në kohën që ata ishin duke u rritur. Unë isha një nën që jetoja në një komunitet në qytetin e Fukës, ku rrisnin fëmijët në një kohë, ishim disa gra, ishim fqinj me njëra tjetrën aty, ne ishim në të njëjtin pallat, në të njëjtën lagje dhe kalonim shumë shpesh me njëra tjetrën, shumë kohë me njëra tjetrën, fal. Por kujtoj që nuk e di, isha më e vogël nga ato, isha më e re nga ato edhe I kisha fëmijët më të vegjël, po nuk e di pse ndodhte që vinin dhe merrin mendim nga unë, edhe pse nuk I kisha të gjitha përgjigjet. Ndërkohë që unë për vete duhet të gjeja përgjigjet për rritjen e fëmijëve tanë, edhe jo të gjitha I dija, jo të gjitha I kuptoja. I kemi rritur vetëm, por edhe jo vetëm, sepse duke qenë vetëm fizikisht, ajo Fuka ka qenë shumë e izoluar si zonë, dhe duke qenë vetëm ose të larguar nga shumica e njerëzve, nuk ka pasur mjete të komunikimit, domethënë telefonin atë ishte nga këto me receptor, me numra, me numrator, po me rreth, dhe nuk kishim ku të drejtoheshim, nuk kisha, unë vetë si nën, nuk kisha me këtë flisja, sado që bisedoja me Benin, prap baballarët kam krijuar përshtypjen që janë friksohen më shumë për fëmijët, ose edhe në aty, në përditshmërinë tonë, më duhet të bëhesha më e fortë nëse do të rrëzohej njëri nga fëmijët, edhe nuk kishte goxha. Po them janë gjërat vogla, por e di që mbështetjen e kam gjetur tek Perëndia, se vetëm nuk mendoj që do t'ja kisha arritur. I kemi rritur që në fillim me librat për Zotin, me libra me ilustrime për fëmijë, pra. Jemi munduar që t'i mësojmë Biblën. Unë kaq kam ditur, kaq kam mundur, dhe kaq kam bërë në atë kohë, por lutesha patjetër për ta vazhdimisht në rast sëmundje, në rast shqetësimesh. Dhe siç thash, na është dashur shumë për shumë vite të mbështetemi tek Perëndia, më shumë nga që e mendonim, më shumë nga që dëshironim, më shumë nga që dinim edhe kuptonim. Besoj ka qenë periudhë të rritje edhe për ne, edhe siç e the edhe vetë, po flas me ti sepse ne njihemi prej vitesh, po siç e the edhe vetë, na ka munguar ai brezi paraardhës që mund të na mësonte se si të rrisim fëmijët me perëndishmëri. Kështu që për mua ky ka qenë qëllimi kryesor. Që fëmijët të rriten me besimin tek Perëndia, por pa I imponuar, që pra t'i ndihmojmë më shumë, na është dashur, le të themi, t'i ndihmojmë që të kuptojnë që janë ata që kanë nevojë për Zotin, janë ata që duhet të besojnë vetë tek Perëndia. Ajo që besoj unë është besimi im, nuk e shpëton fëmijën tim pa besimin e tij. Kështu që kjo ka qenë e qartë që në fillim edhe këtë kemi bërë. Në rast sëmundjesh, vështirësish, patjetër jemi drejtuar Zotit, por kemi pasur hir nga ai.
patjetër, sepse janë rritur me shëndet shumë të mirë në përgjithësi, edhe kur kishin vështirësi me vajzën për një problem madhor, po themi, me stomakun. Vajza ishte 3 muajshe dhe si fëmijët shumë të vegjël që peshohen çdo muaj, duke i çuar në konsultor, vinin re që ajo nuk po shtonte në peshë, edhe pse ushqehej shumë mirë, me qumëshgjiri dhe ato u shqetësuan në fakt zonjat e konsultorit dhe thanë duhet bërë një vizitë më tepër, sepse kjo nuk mjafton që ne të kuptojmë arsyen pse. Dhe mbasi bëm një vizitë në qendrën hospitalore në Tiranë, zbuluam që ajo kishte një refluks në stomak të lindur dhe që duhet të merrnim disa masa. Në fakt ishin 2 zgjidhjet. Njëra ishte në formë, le të themi, ndërhyrje kirurgjikale dhe një formë tjetër ishte me pak, le të themi, me pak durim nga ne prindrit. Mund ta mbanim në krah me orë të tëra në fakt. Duhet ta mbanim rreth 7 orë e gjysmë, pra vajza pothuajse nuk flinte gjatë gjithë ditës, edhe pse ishte mosha shumë e vockël, ajo kishte nevojë për gjumë, por flinte natën dhe gjatë gjithë ditës, pastaj e ushqeja 5 herë në ditë, dhe pastaj mbas çdo ushqyere duhet ta mbaja 1 orë e gjysmë në një pozicion të, le të themi, të drejtë, të mbështetur në stomakun tim dhe që t'i qëndronte ushqimi. Gradualisht e bëm, në fakt, sepse vendosëm që nuk do të bëjmë ndërhyrjen më drastike, vendosëm të bënim këtë lloj forme. Mu gjendën vajzat e bashkësisë ose të kishës në Puk në ato kohë, edhe familja. Patjetër për mua ishte vështirë se nuk dija me çfarë po përballesha, refluksi tani njihet shumë rëndom, diskutohet, por në atë kohë ishte gjë e rrallë, edhe thash, okay, Zot, ti e ke jetën tonë në dorë, unë ta besoj ty fëmijën tim, sepse unë nuk di çfarë mund edhe çfarë duhet bëj, por unë po besoj që këshilla e mjekes është ajo dura, kështu që po e provojmë. E provuam, e mbajtëm rreth 6 muaj, sepse kaq duhet qëndronte, derisa u bë 9 muajshe, thash me ndihmën e familjarëve, me ndihmën e vajzave dhe grave nga kisha në Puk. Edhe më shumë unë isha në atë kohë duke u marrë me vajzën, Beni vazhdimisht kujdesej për djalin në përditshmëri. Më beso, kisha shumë sfidë, sepse ndoshta aty mund të them që kam përjetuar një ndjesi frike, mund ta them. Nuk është turp ta pranoj, sepse thosha vallë do të funksionoj dhe a është sëmundje për të friksuar, a është ndonjë sëmundje që ka probleme më vonë, a është e trashëguar, a është e trashëgueshme, pra gjitha këto pikpyetje ishin në mendjen time dhe më desh të shkoja te Zoti, si thosha, Zot, unë nuk e di për çfarë arsye, as nuk e di se si do të zgjidhet kjo, por unë prap ta besoj ty, fëmijën tim, sepse e di që ti je ai që kujdesesh më mirë edhe më shumë se sa unë edhe kushdo tjetër. Mendoj që paqja, qetësia edhe durimi ishin ato që Zoti më dha në atë kohë. Unë e konsideroj që Zoti foli, sepse nëse nuk do të kisha paqen, jam e sigurt që do të ishte e vështirë. Edhe është e qartë që Zoti ishte ai që ma dha këtë, le të themi, këtë, më largoi frikën. Vetëm ai mund ta bëj, kështu që unë e përmenda pak a shumë, një nga gjërat, le të themi, një nga kushtet që duhet plotësohet për të thënë që po ishte Zoti që foli, se unë e përmenda, thash, Zoti flet nëpërmjet Biblës, Zoti në mesin ton mund flasi edhe nëpërmjet njerëzve. Sigurisht rrethanat ne duhet i shikojmë edhe të mundohemi të kuptojmë
pse janë këtu, pse ndodhemi në këto situata, janë gjëra që na bëjnë të mendojmë që ndoshta duhet i kthejmë syt e Zotit, pra të gjejmë pse të çdo gjë e përreth nesh. Por siç e thash, paqja është një tregues shumë i qartë i asaj që patjetër ti je duke jetuar në bindje. Ndodh edhe e kundërta, që kur ti bindesh, vijnë shumë trazira, edhe ti duhet të qëndrosh me Zotin dhe të mundohesh të mbahesh fort mbas premtimit që Zoti të ka dhënë në momentin që ti ke marrë atë vendim. Kështu që le të themi paqe, këmbgulje, vendosmëri. Sigurisht nëse ka paqartësi mund të hallakatemi, edhe ajo që më ka ndihmuar më shumë është që të sigurohem që është Zoti që po flet. Sepse ajo do të na mbaj, ky është faktori që do të na mbaj për të ecur. Sepse vështirësi do të vinë, dallgët do të vinë, jeta nuk është fush me lule, ka sfida, ka vështirësi që vinë ka stuhi që vinë nga gjitha anët, ka edhe paqartësi, ka edhe konfuzion, ka edhe dëshira të brendshme, që jo gjithmonë janë të drejtuara nga Perëndia, të cilat ta trazojnë atë, le të themi, ecjen me Perëndin. Kështu që në të gjitha këto, unë besoj që çdo besimtar duhet së pari të mbahet fort tek fjala e tij. Edhe nëse do të ndodhemi në kohën më të errët, fjala e tij është ajo që do të ndriçojë rrugën tonë. Edhe nëse çdo zë rreth nesh flet përkundër Zotit, dhe do të jemi të paqartë, nëse qëndrojmë në fjalën e tij, nëse kthehemi tek fjala e tij, Perëndia do të na jap një zgjidhje. Unë e sugjeroj shumë në fakt, sidomos për të rinj, për fëmijët që të mundohen të mësojnë përmendësh fjalë të rëndësishme biblike, jo vetëm citate, po pse jo kapituj të tërë nga Bibla, sepse kohët janë të vështira. Ne ndodhemi në kohë të mira në përgjithësi, por kur stuhit vinë dhe ne nuk e kemi të qartë fjalën e Perëndisë, atëherë s'do ta kemi. Nuk do ta kemi fjalën e Perëndisë ndoshta para syve. Pavarësisht se tani kemi telefona, teknologjia ndihmon, por gjithsesi kudo që të ndodhemi, çfarëdo që të dëgjojmë, informacionin më të saktë ne e marrim tek Bibla, tek fjala e Perëndisë. Nëse dëgjojmë një predikim, të gjithë predikuesin të përgjithësi thonë, mbasi të kem predikuar, konsultojeni me fjalën e Perëndisë. Kështu që edhe ajo që unë bëj shpeshherë është pikërisht kjo, që kur e dëgjoj Zotin që flet, kur marr një mesazh, kur ndjej nga Perëndia që po më kuptohet një mesazh, ose kur e pyes për një qartësim të asaj ku duhet të ecim, kur jam në një udhkryq, sigurisht nuk hallakatem shumë, por shkoj tek fjala e Perëndisë për të marrë qartësinë në atë gjë, për të kuptuar që ajo që u tha është fjala e Perëndisë, pra e konsultoj me fjalën e Perëndisë. Ndërsa po flisja më kujtua diçka në fakt, edhe nuk dua ta lë pa e përmendur, sepse për mua ka qenë një pikë kthese dhe shumë e rëndësishme për mënyrën se si Perëndia flet. Nuk më ndodh shpesh, por më ka ndodhur kur kam dëgjuar një mësim për Trinitetin, pra Perëndia është 3 në 1. Folsi u mundua shumë të na shpjegonte. Unë besoj që shpjegoj shumë mirë, u mundua të shpjegoj shumë mirë. Shumë veta e kuptuan, unë nuk e kuptoja. Thash, Zot, si ka mundësi? Nuk ka mundësi. Si mund të funksionosh, si mund të ekzistosh 3 në 1? Isha në fillimet e besimit, madje në 7 muajt e parë të besimit, edhe në atë kohë, siç e kujtova, ishte viti 93, 94, vështirësitë ishin shumë të mëdha edhe në jetën e përditshme. Nuk ishim lavatrice, nuk ishim këto renditje shtëpiake të përshtatshme. Unë po laja, isha duke larë në këto që i thon govata, po laja rrobat, sepse lani me dorë,
Edhe kam bërë një lutje, Zot të lutem më trego, më zbulo. Unë nuk e kam kuptuar çfarë do thot ti e 3 në 1. Edhe ndërsa po laja, më vjen për parasysh si në një film, po them dikur kanë qenë ato filma vizatimor, gjithë pamja, një pamje, domethënë që mua më shpjegonte pa fjalë, po vetëm nga ana vizive, se çfarë do të thot 3 në 1. Dhe si mund të jetë, si mund të funksionojë Perëndia 3 në 1. I lash të gjitha aty, mbasi mbaroi e gjithë kjo, le themi, pamje figurative, ose filmi, se për mua ishte si një film, kam marrë bllokun e shënimeve dhe kam vizatuar gjithçka që pash, edhe kam shkruar gjithçka që kuptova, dhe kam thënë Zot, jam shumë mirënjohëse që ti më ke zbuluar veten. Edhe më fal që unë nuk e kujtova më përpara, por ishte shumë e rëndësishme për ecjen time me Zotin edhe për të kuptuarit e fjalës Perëndis. Kështu që edhe zbulesat në një formë të kësaj natyre kanë qenë për mua një mënyrë se si Zoti flet. I kam kërkuar Zotit, Zot ma zbulo, Zot më trego dhe më qartëso. Kur ne morëm vendimin që do të vinim në Tiranë, edhe unë isha ne ishim plotësisht të bindur në atë kohë, por për shkak të pamundësive financiare, ne nuk mund të linim dukej sikur nuk mund të linim çdo gjë. Të paktën kështu erdhën rrethanat, sepse ne po vuanim për të paguar qiran, po vuanim për të paguar për nevojat e përditshme, fëmijët ishin në shkollë, të dy ne ishim pa punë, sepse i lam të gjitha. Beni punonte, ishte menaxher në një biznes, ndërsa ishim ende në Durrës, ndërsa unë bëja kurse të gjuhës angleze, isha mësuese dhe financiarisht ne ishim shumë mirë në Durrës. Por në momentin që morëm vendimin dhe lëvizëm, çdo gjë shkoi në zero, le të themi. Madje mund të them që ne i fillonim muajt me minus. Kështu që për 3 muaj nuk pam asnjë gjë konkrete në aspektin financiar që do të na ndihmonte të ecnim, të fillonim shërbesën. Ndërkohë kursime nuk ishim, sepse 3 vjet që ne punuam vetë për veten tonë, le të themi, ndërsa bënim edhe shërbes, nuk ishim pasur mundësi që të ndanim kursime më njanë, që të arrinim të mbështesim, le të themi, veten financiarisht në atë kohë, kështu që u pa e udhës që Benit merrte vendimin të punonte, dhe u hapën në fakt të gjitha rrugët, që ai të gjente një punë shumë të mirë, e cila për 3 muaj shkoi nga një punë e mirë në një më të mirë në kuptimin edhe të ngritjes në detyrë, kështu që financiarisht mund të themi që u plotësuam, por unë e kisha sfidë të vërtet. E kisha sfidë të vërtet sepse thosha Zot, po ti na solle këtu. Si do t'ja bëjmë në këtë situatë? Ne kemi nevojë që ti të sigurosh. Ne kemi nevojë që Benit mos merret me këtë punë, sepse në fakt Beni ishte në një punë që ishte nga mëngjesi deri në darkë, nuk gjendej në shtëpi. Madje duke punuar me një organizatë që merrej me fëmijët, arriti një moment që fëmijët i thanë, ba, po ti kujdesesh për fëmijët e tjerë, si nuk kujdesesh për ne, nuk të shohim. Ne duam që të kujdesesh dhe për ne. Kjo ishte në fakt ishte sfidë shumë e madhe, sepse të ta thotë fëmia një gjë të tillë, unë e di që për Benin ka qenë përjetim shumë i vështirë, po ishte edhe për mua shumë i vështirë. Sepse fëmijët nuk ishin në një moshë aq të madhe sa ti kuptonin gjitha gjërat dhe të flisnin me fjalë kaq domethënëse. Kështu që mua më dhëmbi shumë ajo kohë. Sigurisht pastaj që ajo që ishte sfidë për ne ishte një takim ku një person që dëgjon nga Zoti edhe nuk ka frikë dhe nuk ka turp që ta thotë atë që Zoti po i flet për ty. U ndodhëm në një takim që ky person nuk na njihte. Por i thot Benit çohu, pra e piketon edhe i thot çohu,
ti i tha ke qenë shtatzan si një elefant për kaq kohë. E gjithë salla në fakt është tiu, sepse e dinin dëshirën dhe zemrën e Benit për adhurimin, edhe që kishte kaq shumë kohë, sepse ai edhe e shprehte më shumë se sa unë. Por dhe i shpjegoj në fakt, shiko tha, një elefant jo vetëm që ka barë të madhe, si shtatzani, por shtatzania e një elefanti është 36 muaj. Pra ti e ke mbajtur këtë barë për kaq kohë, por është momenti, është koha që ti të hysh në thirrjen tënde. Për mua ishte një çlirim i jashtëzakonshëm, sepse ishte konfirmim jo vetëm për mua që normal me qante zemra dhe thosha kur do e fillojmë? Kur do fillojmë shërbesën? Ne kishim filluar me gjërat vogla, flisim me njerëzit, kishim ndarë vizionin e Perëndisë, por ende nuk kishim lënë çdo gjë, ashtu siç Zoti na e qartësoi që do të lëmë çdo gjë dhe do të vazhdojmë me shërbesën e adhurimit. Dhe për mua ishte konfirmim tjetër, që dakord, po më djeg zemra për këtë thirrje, por nuk varet vetëm nga unë. Por ishte shumë e vështirë, patjetër ishte shumë e vështirë. Deri në momentin që nuk kaloi ndoshta 2-3 muaj, Beni ka ndjerë nga Zoti dhe ka ardhur ka fol me mua, pastaj që unë do jap dorëheqjen. Pra ky ishte ai çasti shumë vendimtar. Unë e kuptoj sot pse ka qenë kaq e vështirë, edhe që të kalonim nga momenti kur jemi të qartë që Zoti na thot të ngrihemi nga Durrësi edhe të shkojmë në Tiranë për të bërë këtë vizion, por ndërkohë ne ngrihemi dhe shkojmë në Tiranë dhe nuk fillojmë, le të themi aq seriozisht, thjesht bëjmë gjëra të vogla. Dhe u desh një periudhë 2-3 vjeçare që le të themi të kalitej durimi ynë, të kalitej jeta jonë, ecja jonë, të rriteshim edhe më shumë në Zotin, që të kuptonim që shiko se është shumë serioze kjo që po marrim përsipër, kjo që ku Zoti na ka thirrur, nuk është diçka që mund ta marrim aq lehtë, sepse do të vinë shumë sfida, do të vinë shumë stuhi, do të vinë shumë edhe përmbytje mbase që do të provojnë besimin ton, do të provojnë durimin ton, paqen, dhe duhet ishim shumë të sigurt. Prandaj, në momentin që ne të dy morëm vendimin, jemi dakord, do lëmë çdo gjë, aty e kemi parë me të vërtet bekimin e Perëndisë, shiun e bekimit të Perëndisë, kështu që duke bërë shërbes adhurimi, sigurisht adhuruesit janë ata që janë në frontin e parë dhe shigjetat e të ligut janë vazhdimisht përballë atyre që sfidojnë të ligun vazhdimisht për të ndihmuar popullin e Perëndisë të ecin në ecjen që duhet të bëjnë në fundit, se kjo është. Në Bibël e kemi parë modelet se si adhuruesit ishin ata që ishin pararoj, muret e Jerikos ranë për shkak sepse të ushtimave që në ditën e fundit bën që muret të binin, muret e Jerikos, por është puna e adhuruesve ajo që hap rrugën që populli i Perëndisë të vazhdojë përpara. Bibla është e para. Në ditët e sotme çdo njeri mund të ketë në dorë një Bibël, në mos Biblën e plot, pra edhe Dhjatën e Vjetër dhe Dhjatën e Re, mund të gjejë një Bibël të vogël, Dhjatën e Re, ka shumë informacion, ka shumë mesazh, është plot me zërin e Zotit, është plot me frymën e Zotit, është plot me Zotin. Edhe pse janë fjalë që janë shkruar në një copë letër dhe letra vet nuk ka ndonjë vlerë, fjala që është aty ka vlerë të jashtëzakonshme dhe është shumë e rëndësishme. Aty është fara e Perëndisë në fakt. Nëse kjo farë do të mbillet në zemrën tuaj, asgjë nuk do të mund ta shkull. Kështu që punoni me zemrën, është thirrja ime që secili të punojë me zemrën e vet, që fara e Perëndisë të mbillet në këtë zemër edhe
Shiko, kur Perëndia vjen, ai vjen me gjithçka është. Kur ti e kërkon Zotin me gjithë zemër, kur ti e dëshiron fjalën e tij, kur ti do ta dëgjosh Perëndin, ai nuk nguron të flasi, nuk është problem a do Zoti të flasi apo jo. Problemi kryesor jemi ne. Së pari, a duam me të vërtet të dëgjojmë atë që Zoti thotë, dhe nëse ne e dëgjojmë, a i bindemi asaj që Zoti thotë. Kështu që kjo është thirrja ime në radhë parë. Pra të jemi të fokusuar tek fjala e tij, të mos ngurojmë asnjëherë që nëse jemi të paqartë, fjala e Perëndisë është aty. Ato shkruan mbi atë letrën e bardhë, janë mesazhi për ne. Dhe kur ai flet, çfarë bëjmë me atë që ai flet? Dhe kur ne bindemi mbasi ai flet, kur vin sfida, çfarë bëjmë? A ngrihemi nëse rrëzohemi? Si ngrihemi mbasi rrëzohemi? Se nuk është asnjë garanci, nuk e di nëse është shkruar ndonjëherë që nëse ju mbesoni mua gjithçka do të shkoj vaj. Kjo nuk gjendet në Bibël, unë nuk e kam lexuar ndonjëherë. Unë kam lexuar që bindja sjell bekimet. Dhe kjo për mua është e rëndësishme për çdo besimtar që ende nuk e ka kuptuar si flet Zoti, si të dëgjoj zërin e Zotit. Asnjëherë Perëndia nuk do të mbaj prej teje, nuk do të mbaj prej jush atë që ti do t'ja kërkosh. Sepse ai është një Perëndi i mirë, një Ati i dashur, një Zot besnik, një Perëndi që kur premton e mban fjalën. Kështu që ai ka thënë mu drejto dhe unë do të përgjigjem. Dhe ai është Perëndia që nuk harron të mbaj premtimet për bijtë e vet. Gjatë shërbesës, e cila ka emrin Sela, edhe ndoshta për shumë prej jush mund të jetë një emër i njohur, për disa tjerë mund të jetë i panjohur, ne kemi kuptuar edhe kemi zbuluar që kur Perëndia thret, kur Perëndia premton, ai siguron. Unë nuk e ndava një dëshmi, nuk e di nëse do të jetë e qartë për secilin. Ajo që ndodh me jetën e secilit është marrëdhënia e tij me Perëndin, marrëdhënia e saj me Perëndin. Çdo njeri ka ecur me Perëndin, e ka njohur atë në një nivel të caktuar. Perëndia është aq i madh, aq i fuqishëm, është i kudo ndodhur dhe ne prap nuk e njohim mjaftueshëm. Por ajo që un kam kuptuar është që sa më shumë t'i afrohemi, aq më shumë do të dëshirojmë edhe do të kuptojmë që nuk e njohim e do të duam ta njohim më shumë. Kështu që të mos kemi frikë ta njohim Perëndin, të mos kemi frikë të komunikojmë me të, të mos druhemi për t'i thënë dëshirat e zemrës, për t'i thënë edhe gjërat që ne ndoshta edhe na pezmatojnë, ndoshta edhe na mërzisin, se në fundit kujt do t'ja themi? Ai është veshi që dëgjon ai e di gjithçka në fakt, por kur ne ja themi atij, zemra jon zbrazet nga gjërat e parëndësishme dhe mbushet me Zotin, me paqen e tij, mbushet me gjërat e Perëndisë. Kështu që le ta mbajmë fokusin tek Perëndia, mbajmë sy tek ai edhe kujtojmë vazhdimisht premtimet e tij, sepse ai nuk lë dhe nuk braktis asnjëherë. Dhe patjetër nuk i harron premtimet. Mbani një ditar edhe provojeni që Perëndia i mban premtimet. Mikesha jona tha sot se marrëdhënia jon me Perëndin është një rrugtim. Është një rrugtim për gjatë gjithë jetës. Teknologjia dhe ritmi i jetës tonë synon të ndihmojnë të kryejmë gjërat më shpejt, më lehtë dhe me më pak pritje. Jemi mësuar me përgjigje të menjëhershme, rezultate të shpejta dhe zgjidhje të çastit. Megjithatë, jo çdo proces në jetë mund të përshpejtohet. Ka udhëtime që kërkojnë kohë. Ka transformime që nuk ndodhin brenda natës.
Dhe një prej tyre është edhe rritja jo në Krishtin, ajo që shkrimi e quan shenjtërim. Të jesh i krishter nuk është thjesht një vendim emocional, një vendim i marrë në çast apo një përvojë vetme shpirtërore. Besimi nuk është një ngjarje që fillon dhe mbaron brenda një çasti. Përkundrazi, është një udhtim i gjatë, i thellë dhe transformues, një ecje e përditshme me Perëndin. Në këtë rrugtim ka sprova që na formsojnë, heshtje që na mësojnë të besojmë dhe stin të jetës ku Perëndia punon ngadalë, por thellë në zemrën tonë. Ndonjëherë përmes zgjedhjeve tona të pamenduara ose kokforcisë tonë, mund ta bëjmë këtë rrugë më të gjatë se ç'duhet. Mund të vonojmë rritjen tonë shpirtërore, të shpërqendrohemi ose të ecim në një rreth vicioz, duke mësuar të njëjtat mësime përsëri e përsëri. Por në jetën shpirtërore nuk ekzistojnë rrugë të shkurtra. Rrituni në hirin dhe njohjen e Zotit ton dhe shpëtimtarit ton, Jezus Krisht. Shkruhet tek letra e 2 e Pjetrit, kapitullin 3 dhe në vargun 18. Sa më shumë e njohim Perëndin, aq më shumë ndryshon mënyra se si jetojmë. Sa më shumë afrohemi me të, aq më natyrshme bëhet bindja ndaj tij. Zemra fillon të gjej paqe, qëllim dhe kënaqësi të vërtetë. Jo në gjërat kalimtare të kësaj bote, por në praninë e tij. Rritja shpirtërore na jep urtësi, na mëson të dallojmë të vërtetën nga mashtrimi, zërin e Perëndis nga zhurma e botës, atë që ndërton shpirtin nga ajo që e zbraz atë. Prandaj, ndal për një çast edhe pyete veten me sinqeritet. A ka ndryshuar jeta ime që kur njoha Krishtin? Rritja shpirtërore nuk ndodh rastësisht. Ajo ndodh kur zgjedhim ditë pas dite të ecim me Perëndin. Edhe pse udhtimi mund të jetë i gjatë, një gjë është e sigurt. Çdo hap pranë tij na shndron pak nga pak në atë që ai ka ndërruar që ne të bëhemi. Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që të luteni pak më shumë, të lexoni Biblën pak më shumë dhe të ecni së bashku me besimtar të vërtet që e duan Perëndin dhe e nderojnë atë me jetën e tyre.